Çdo ditë, këta fëmijë keq përdoren nga persona të ndryshëm me qëllim përfitimi. Këtyre fëmijëve u shkelen të drejtat themelore. Kjo është formë e trafikimit të fëmijëve. Këta fëmijë detyrohen të punojnë dhe të kërkojnë lëmosh. Nuk i ndihmoni duke ju dhënë lëmosh, duke ju dhënë para, ju u ndihmoni vetëm abuzuesve të tyre. Institucionet përgjegjëse të Republikës së Kosovës punojnë çdo ditë për zbulimin dhe kapjen e këtyre keqpërdoruesve. Fëmijët duhet të gëzojnë të drejtat e tyre. Ndihmoni duke raportuar krimin në numrat e telefonit 192 ose 0800 11 112 dhe email në antitrafikimi@kosovopolis.com. Shiko, raporto, ndalo trafikimin.